zjarora është kjo makineria për cilën e pam në dronë dhe erdhëm në drejtim për shkak se u largu prej vendin ngjarjes që e bllokoi rrugën. Po saktësisht kjo është kamioni i cili ishte vetëm vend ngjarjes, duke punu duke tërhequr zhavër prej Drinit Bardh. Edhe në lokacionin e parë që ne zbarkuam aty së bashku me njësitë policore, ata provuan që ta bllokojnë rrugën me këtë kamion i cili ishte i mbushur dhe shihej nga droni që në atë moment e zbrozi në rrugë në mënyrë që mos depërtojmë dhe kanë provuar që dalin këne nga pjesa tjetër, mirë po njësitë policore faktikisht i kanë dalë prit dhe tani më i kemi 2 personat, sepse kanë qenë 2 kamiona, është edhe ky kamion që ka punuar po sot, shihen gomat e lagura, shihet po ashtu pjesa mbrapa që ka bajtur edhe ky rër sot, kështu që edhe një kamion atje kemi në vend ngjarjes, është edhe një tjetër mjet, faktikisht një ekskavator që e ka bartur rërë dhe i ka ngarkuar këta kamion vendin ngjarjes dhe po ashtu kemi edhe masat veçanta hetimore që i kemi të identifikuar se me cilat mjete janë bartur në mënyrë që ne kur dalim para gjykatës ta provojmë me prova materiale që janë mjete që kanë lehtësuar kryerjen e veprës penale, përkatësisht kanë mundësuar decisivisht që të kryhet vepra penale, sepse pa këto mjete edhe nuk do të mund të kryej edhe vepra penale, kështu që ne përpjekjet tona të mëdha do t'i bëjmë që ta sekuestrojmë pasurinë, përkatësisht mjetet e kryerjes në mënyrë që këtyre personave t'ua pamundsojmë në të ardhmen që ta degradojnë edhe matutje lumin Drini Bardh. Edhe në raportimet tona të mëhershme po gjithmonë thonë që sekuestrimi i makinerive tek personat që i kanë kryer këto vepra penale ka qenë i vogël. A ka qenë kjo edhe njëna prej arsyeve që këta kanë vazhduar me punu prap edhe pas arrestimeve apo ndalimeve që kanë ndodhur? Realisht prokuroria jonë në vazhdimsi kemi arrestuar persona të tillë, sekuestrime ka pasur shumë, por konfiskime ka pasur pak. Për shkak se ne vetëm këtë vit kemi arrestuar 22 persona për degradim të mjedisit, nga janari deri në muajin maj, përjashtuar këtij rastit. Mirë po edhe pse besojmë që kemi provuar në gjykatë se këto mjete kanë qenë mjete të kryerjes veprës penale, mirë po konfiskimet kanë qenë të vogla, edhe pse dispozitat ligjore si të kodit procedurës penale, si të kodit penal janë në mënyrë decisive përcaktojnë që mjeti i kryerjes konfiskohet dhe është normë imperative që duhet të bëhet dhe mendojmë që gjykata duhet të reflektojnë në këtë drejtim, në rast se nuk do të kemi konfiskime, atëherë nuk do të kemi edhe rezultate. Për të folë me saktësi, ne duhet t'i shohim rastet, duhet t'a shohim numrat e shasisë, duhet t'i shohim numrat e targave. Mirë po rastet të tilla, kur ne kemi hasur flagrancë dhe kemi arrestuar persona të tillë, kanë përfunduar me aktgjykime dënuese, mirë po që mjetet e kryerjes faktikisht nuk janë konfiskuar. Ne në këtë rast kemi zhvilluar hetime mbi 4 mujore. Kemi zhvilluar hetime në drejtim 2 veprave penale për shkak ndotjes degradimit të mjedisit, të ambientit dhe po ashtu për shkak shkaktimit të rrezikut përgjithshëm, sepse me këto kamion, me këto makineri, pjesën lumi Drini Bardh që do ta shihni së shpejti në atë pjesën kur të kalojmë, e shihni që e ka humbur edhe rrjedhën dhe rrezikohemi edhe nga përmbytjet, për faktin se edhe grupat e hapura që i kanë lënë pas vetës nuk kanë qenë të ralla rastet kur edhe pjesa më vitale e shoqërisë fëmijët kanë humbur edhe jetën, kështu që ne kemi zhvilluar hetime në drejtim 2 veprave penale, kemi siguruar provat mjaftueshme materiale në mënyrë që të jemi të pakontestueshëm para gjykatës dhe unë mendoj që është momenti i fundit që t'i godasim në pasuri, në mjetet e kryerjes, në dobinë pasurore, do t'i bllokojmë gjithashtu edhe këto separacione që janë të kundërligjshme që nga viti 2016 dhe kësaj besojmë që edhe në gjykatë do ta kemi mirë kuptimin sepse është koha e fundit që ta mbrojmë ambientin dhe ta kryejmë mandatin edhe për cilin jemi të thirrur. Degradimi që ka ndodhur në krejt rrjedhën e lumit Dri thuhet që duhen 40-50 vite për mu kthyer në gjendjen që ka qenë edhe nashta nuk mu i kthehet për shkak se ka ndrur rrjedha, rrezikojnë përmbytjet, rrezikojnë shumë sene. A mundet me u ndal që tash me mbrim e pas diçka një lloj preventive nëse veç veprohet prej tash e tutje? Pa dyshim që në momentin që do të ndalet, paktën e ndalemi aty deri ku është degraduar në mënyrë që ta rikthejmë. Në rast se i lëmë tutje, ju keni me pa që faktikisht edhe pronat private kanë filluar të merren dhe gjithandej është e groposur dhe gjithçka që do të bëjmë do t'i bëjmë dëm gjeneratave të ardhshme që të paktën ua kemi me bërë që t'ua ruajmë pjesën që është e natyrës që nuk e kemi krijuar ne, por është e natyrës dhe ne duhet ta mbajmë dhe mos të lejojmë që dëmët jenë aq të mëdha edhe për gjeneratat e ardhshme. Jemi para një situate që jemi, me vite është punuar në atë pjesë, me vite është degraduar. Mirë po është momenti besojmë i fundit që ne të reflektojmë, në rast se jo tani pasojat do të kemi shumë të mëdha në të ardhmen.
kemi ardhur në Prizren dhe jemi duke e ndjekur aksionin e prokurorisë në luftën e kësaj prokurorie për ndaljen e degraduesve dhe shkatërimin e ambientit në afërsitë të zonës së Drinit. Ky është vetëm njëri nga vendet e para që pritet me u kontrollu dhe me u sekuestru makineritë që gjenden brenda këtyre hapësirave.